Për lumin e Prishtinës, unë nuk di që Prishtina ka lum. Kur se kom po. Edhe çka ideja mbi një lum që na e kemi mblu, na ka dhonë. Ajo domosdoshmërisht vetë lumi fizikisht e kur gjë lidhes ka me ta dhe nuk e di. Dikush thotë që jo ka analizim. Për një mes dikush. Kjo është Prishtina, kryeqyteti i Kosovës. Nga larg të jep përshtypjen e një qyteti të qetë, por po u futet brenda, ai është një qytet i zhurmshëm, me trafik të dendur, ndërtesa shumëkatëshe, qindra mira banor, kafeteri, madje ky qytet në gjirin e tij mban edhe institucionet më të rëndësishme të shtetit të Kosovës. Prishtina, ky qytet që njërën këmbë ka hedhur tek qyteti modern dhe tjetra i ka mbetur në të kaluarën, thuajse gjithçka ka brenda vetës, përveç diçkaje që është shumë e rëndësishme për një qytet. Prishtina nuk ka lum. Ajo dikur ka pasur, madje dy lumenj, Prishtevkën dhe Vellushën, por fatkeqësisht ata sot janë varrosur poshtë këmbëve të kryeqytetit. Të paktën ekzistimi i këtyre lumenjve është i dokumentuar me fotografi. Kjo foto është realizuar rreth viteve të 60-ta ose edhe më herët kur Prishtina kishte lum. Në fakt kjo foto është realizuar pikërisht në këtë pjesë mbrapa meje. Dhe siç po shihet në foto nuk është që ka ndryshuar shumë apo jo. Pra, këtej kalonte lumi Prishtina, ose siç i njihej në atë kohë, edhe si Prishtevka. Ky lum i cili rrjedhte nga perëndimi i qendrës së vjetër të qytetit përshkonte këtë rrugë. Madje mbi lumin Prishtina ishin të vendosura 8 ura të cilat lidhin pjesët e qytetit njëra me tjetrën. Mirë po edhe urat sot janë një kujtim që i përket të kaluarës. Prishtinasve të vjetër nuk ju ka mbetur gjë tjetër përveç kujtimeve nga ajo kohë. Sot kujtimet e tyre janë të mbuluar me beton. Në fakt, lumi Prishtina është mbuluar në fund të viteve të 70-ta me qëllim të krijimit të një rrjeti kanalizimi. Qytetari i vjetër i Prishtinës, i cili me profesion është piktor, Ramiz Krajkova, me nostalgji flet për periudhën e rinisë së tij, periudhën kur Prishtina kishte lum. Pikërisht në vendin ku ne realizuam intervistën, ishte ura e 4 e ndërtuar mbi lumin Prishtina. Lumi i Prishtinës në dalje të qytetit e kanë formuar të rit një lloj bazeni edhe ku gjatë verës e kanë shfrytzuar për mu la. Lumi ka qenë për rreth me borë, me pemë dhe shumë atraktiv. Gjithashtu edhe në këtë lum ka pasën shota, ka pasën të cilët gjatë tanë ditës e kanë shfrytzuar janë la edhe kanë mbrëmje janë rreshtu kanë shkuar në shtëpi. Do të thotë ka qenë lum shumë i kanë shumë mirë edhe atraktiv për qytetarë. Me këtë Prishtinas të vjetër vazhduam rrugën për në pjesë tjera të Prishtinës, në ato rrugë nën të cilat edhe sot rrjedhin lumenj të humbur të Prishtinës. E kur themi lumenjt, përveç lumit Prishtina poshtë kryeqytetit, rrjedh edhe lumi Vellusha. Ky lum i cili burimin e ka tek kodrat e Gërmis përshkon tek këtë rrugë. Gjatë rrugtimit tonë për rrugët të cilat mbuluan lumenjt e Prishtinës, takuam edhe zotëri Fatmir Berilën. Sipas tij, lumi Vellusha është një nga kujtimet më të bukura të Prishtinës së vjetër. Lumi është shfrytzuar për pata, për rosa, për kena pas shota, gusa, edhe i kena lëshue, kanë pi. Edhe dikush ka mujtë edhe me vadit për ndryshe bashqet. I kanë vadit për shembull se t'jen alta ku është qytetar Gjergjfishta, ka qenë bashqe krejt, e ata e kanë marrë prej Vellushës ujin edhe e kanë vadit bashqet. Kena kujtimet mira se s'ka i lumit, kur ishëm matri,
rri shumë, ull shumë, bëj shumë muhabet, luj shumë letra, luj shumë edhe e kaloj shumë. Mbi lumin Vellusha vazhduam shëtitjen me Ramiz Krajkovën, i cili në mesin e shumë pikturave të tij ka edhe disa sosh të lumenjeve të Prishtinës, më saktësisht të pjesëve ku ishin urat mbi këta lumenj. Edhe mbi Vellush ishin të ndërtuara 8 ura, njëra prej të cilave ishte ndërtuar prej guri. Në fakt, siç thot zotëri Krajkova, kjo ur ka shërbyer vetëm për këmbësor. Kjo gur ka qenë mjaft atraktive, ka qenë e mirë e ruajtur. E kemi shfrytzuar qytetarët të gjithë edhe jemi kujdesur që mos hedhemi mbetërinë të ndryshme. Të dhe qytetarët kanë pas kujdes mjaftueshëm. Në rrugën e njohur si Vellusha e Epërme, përveç urës së gurit kishte edhe një urë tjetër, e cila ishte nga më të bukurat e kësaj pjese. Në fakt, kështu dukej kufiri i Vellushës së poshtme dhe asaj të Epërme, ndërsa sot duket kështu. Kjo urë këtu ku gjinimi, pra ka qenë ura udhëkryqi që prej këtujt e nën djathtë timën është quajtur Vellusha e Epërme. Kurse prej pushtit këtu në të majt është quajtur Vellusha e Ult. Ka qenë urë mjaft e mirë. Gjithë populli komune është kujdes për këtë rrugë. Pasi që ishin dy lumenj me intensitet jo të lartë të rrjedhjes së ujit, ata kishin një pikë takim. Ne shkuam në atë pjesë në mënyrë që ta shohim për sa afërmi. Qyteti i vjetër i Prishtinës shtrihej mes dy lumenjve, mes lumit të Vellusha dhe atij Prishtina. Këtu ku jemi momentalisht ishte vendi ku këta dy lumenj bashkoheshin, mirë po edhe pse para disa muajve mund të shihej ky bashkim i këtyre dy lumenjeve, edhe kjo pjesë tashmë është mbyllur. Pra edhe këto pak pjesë të mbetura të këtyre lumenjeve janë mbuluar dhe prishtinasve të vjetër nuk ju mbetet gjë tjetër përveç kujtimeve, ndërsa të rinjet mund të kënaqen me rrëfimet e më të vjetërve dhe mbasi të gjejnë ndonjë foto në internet edhe pse janë të pakta. Për lumin e Prishtinës janë kënduar edhe këngë. Në këtë qytet po lum, si huajri, i hakmiren kohes me një kotraki. Në fakt, i është kënduar qytetit palum. Do të bëja të Madje gjeneratat e reja të cilat janë lindur e rritur pa parë lumenjt që kalojnë poshtë Prishtinës, për Prishtetkën dhe Vellushën kanë dëgjuar vetëm nga më të moshuarit. si të bësh hero në këtë Për ta, Prishtina me lum sot është një legjendë. qytet po lum. Këngëtari Genc Saliu, i cili është lindur dhe është rritur në kryeqytet, thotë se ka dëgjuar se Prishtina dikur ka pasur lum vetëm nga kënga e grupit Gjurmët Heroi i qytetit pa lum. Për lumin e Prishtinës unë nuk di që Prishtina ka lum. Kur se kom po prapë se prapë që ideja e lumit Prishtinës është shumë e rëndësishme të qytetarët e Prishtinës. Mu personalisht, në qysh unë presa e mojnë men këtë qytet, këtë qytet është qyteti i dhënimit, frustrimit të represionit, hala vazhdon më konë shumë nivele. Lumi është mitizu në vitet e 80-ta prej një këngës shumë të bukur të gjurmëve, Në këtë qytet po lum. që quhet Heroi i qytetit pa lum. Qaj është lumi i Prishtinës për mu, qaj këngë, edhe që ka ideja mbi një lum që na e kemi mblu, na ka dhonë, ajo domosdoshmërisht vetë lumi fizikisht e kur gjë lidhes ko me ta dhe nuk e di, dikush thot që jo ka analizim, për një mes dikush që. Më trego si të bësh hero në këtë kohë. Genci, por edhe komplet gjenerata që kanë lindur në vitet e 80-ta e më vonë, Prishtinën me lum mund ta shohin vetëm në ndonjë fotomontazh, ndërsa lumenjtë e vërtet edhe më tepër ta do të mbesin një legjendë urbane.